për herë të parë Agjencia Statistike e Kosovës prodhon edhe qëtë një raport të rëndësishëm, jo vetëm për vendin tonë, po edhe për institucionet ndërkombëtare, sepse ky indeks është kërkuar domethënë nga institucionet ndërkombëtare, duke filluar nga Fondi Monetar, po Bashkimi Evropian. Është një rëndësi të veçantë sepse për herë të parë në Kosovë matet indeksi i çmimeve të pronave banesore në Kosovë, i cili do të ndihmon sidomos politikën bërësit, po edhe institucionet private, jo vetëm ata shtetërore. Ky indeks është në bashkëpunim të ngushtë me ekspertizën e Bankës Qendrore, që na kanë ofruar edhe Dana, po një kontribut çmum në ofrimin e Dana ka dhënë Agjencia Katastrale e Kosovës, që e falenderojmë, sepse pa të Dana ne nuk ishim mujtë me pas këtë indeks. Po ashtu Ministria e Financave, domethënë, na ka mbështetur gjatë gjithë kohës, po një rëndësi shumë të veçantë është ekspertiza e Fondit Monetar, sepse ky indeks është në harmoni me protokollin me rregullat e Fondit Monetar. Me këtë indeks ne plotësojmë indekset e nevojshme, domethënë që kërkuan sipas kriterëve standard. Ky është indeksi 8, duke që e prodhojmë nga fushat e ndryshme, po nuk do të ndalemi vetëm këtu, do të vazhdojmë edhe vitin e ardhshëm. Ky është fundi i vitit, vitin e ardhshëm kemi plane ma gjana. Me sa e di unë, vitin e ardhshëm do të shkojmë me indeksin e çmimit të tokës. Sepse nëse pyetni sot sa kushton një metër tokë diku, nuk e dim, po ky indeks për tani është domethënë shumë i rëndësishëm sepse tash edhe një herë, domethënë përveç institucioneve qendrore, aty lokale, do të ndihmon edhe organizata apo institucione që janë private që mirë në fushën e patentshmërisë. Sidoqoftë, ne do ta kemi një prezantim të shkurtër. Raporti do të jetë i publikuar në faqen e OSK-s në gjuhën shqipe, serbe dhe angleze, dhe në ditët vijim do të shpalosë të gjethurat e këtij raporti. Sigurisht ky është raporti i parë, edhe do ta plotësojmë në ndërkohë. Njëherë unë shfrytëzoj rastin të falenderoj posaçërisht Agjencion Katastral të Kosovës, sepse ka qenë një volum, një gamë shumë e gjerë e danave, edhe ju e dini zakonisht kur bëhet raporti i parë ka sfida, sepse jo gjithmonë mbulon ato fusha që janë të nevojshme. Sidoqoftë, statistika domethënë në planin e punës ka pas ta zhvilloj këtë indeks dhe kemi arritur që po thuaj në fund vitit ta realizojmë. Unë nuk po hin detale sepse do të jetë një prezantim i shkurtër, ndërsa shfrytëzuesit danave sigurisht do të kenë kohë për me dhënë komentet e tyre, domethënë gjatë ditëve në vijim. Në kohën e digitalizimit që na po jetojmë, shumica e institucioneve publike në Kosovë tashmë kanë bërë sistemet e tyre digjitale për të mirëmbajtur dhe prodhuar të dhënat e tyre. Fillim bashkëpunimi ndërinstitucional prej vitit 2018, që është lansuar edhe platforma Government Gateway në Agjencionin e Shoqërisë të Informacionit, është bërë me qëllim të shkëmbimit të gjithë informatave të dhënave që i prodhojnë këto institucione. Me qenë se kemi kaluar sfidën e digitalizimit të këtyre sistemeve, sfidë tjetër është procesi ligjor, ku shumë institucione akoma hezitojnë në shkëmbimin e këtyre informatave, për shkak që thojnë që bazuar në ligjin që ne kemi në institucionin tonë, nuk mundemi mi shpërnda. Fatbarësisht, ASK-ja dhe AKK-ja kanë pas një mirëkuptim edhe një bashkëpunim të shkëlqyer që ne kemi shpërndar të gjitha të dhënat të cilat i posedojmë dhe i grumbullojmë prej të gjitha komunave në territorin e Republikës Kosovës. Një punë jashtëzakonshme ka bërë edhe ASK-ja, me qenë se me bë analizë të dhënave të cilat nuk i prodhon vetë, është një vështirësi bajegi e madhe për me i kuptu fillimisht, e pastaj edhe me i bo analizën e tyre për me ardhur deri te një indeks të çmimit. Agjencia Katastrale do të bashkëpunojë në vazhdimsi për krajin tonë e keni gjithmonë për me i marrë këto të dhëna edhe në vazhdimsi, me qenë se ky ka qenë vetëm inicim i procedurës për grumbullimin e këtyre dhënave dhe nxjerrjen e indeksit. Po, ky indeks ka qenë kërkesë e qeverisë në vitin 2023 në bazë të një marrëveshjes me Fondin Monetar, cila ka qenë pikë veçantë në këtë marrëveshje, jo për kushteve të plotësohet, ka qenë edhe publikimi i këtij indeksit. Fatmirësisht kemi pas një bashkëpunim ndërinstitucional me Bankën Qendrore, me Ministrinë e Financave, me Agjencionin Katastral dhe janë krijuar menjëherë grupet punuese. Në kohë kemi pas edhe asistencën teknike ekspertin nga Fondi Monetar Ndërkombëtar,
i cili një kohë gjatë ka bë vlerësimin e burimeve të mundshme të të dhënave. Pastaj, siç e dini, në vitin 2024 kemi pas pak një ngecje për shkak të prioritetit tonë për regjistrimin e popullsisë, dhe më njëherë kemi vazhduar me formimin e grupit punës për këtë indeks, dhe në mënyrë aktive kemi arritur që të mbledhëm gjithë këtë periudhë. Grupi punës ka punuar jashtëzakonisht shumë, në mënyrë të veçantë falenderojmë Bankun Qendror Shqip këtu që është, dhe ekipi i sektorit çmimeve që kanë pas një angazhim të jashtëzakonshëm për me arrit gjithsesi edhe ekspertiza e Fondit Monetar për me arrit një indeks kualitativ të lartë dhe të besueshëm. Nuk do të zgjat shumë. Përgatitur metodologjisë, përgatitur sipas standardeve ndërkombëtare me asistencë nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, metodat e përdorura për kalkulim është metoda hedonike, e cila është metodë për të dalluar efektet e cilësisë nga ndryshimet reale të çmimeve. Si edhe për llogaritjen e këtij indeksi është përdorur metoda rolling windows për përgjithësim tremujor të dhënave, e cila përfshin një rrotullim prej 4 tremujorëve, të cilat përsëriten çdo tremujor. Burimet e të dhënave, burimi kryesor i të dhënave për llogaritjen e këtij indeksi është Agjencia Kadastrale e Kosovës. Gjithashtu burimet e tjera janë agjësitë e patundshmërive, të cilat më reprezentative për Kosovën, si dhe në tregun aktiv të banimit. Metodologjia mbulimi dhe periudha e referencës. Periudha e mbulimit është tremujori i parë i vitit 2018 deri në tremujorin e dytë të vitit 2025. Viti bazë është marrë viti 2018. Sipas stratifikimit sipas regioneve, në bazë të dhënave të cilat i kemi dhe numrin e transaksioneve të cilat i kemi marrë si të dhëna nga Agjencia Kadastrale e Kosovës, kemi bërë një ndarje në stratifikim në regionet e Prishtinës dhe regionet e tjera të vendit. Sa i përket peshave, peshat përgjithësohen çdo vit, duke të thotë fillojnë prej vitit 2018 deri vitin 2024. Të dhënat përpunohen në baza tremujore dhe bëhet publikimi i tyre. Metoda hedonike dhe rolling windows. Metoda hedonike përdoret në regresion hedonik me time dummy për të vlerësuar ndryshimin e çmimit në kohës. Këto time dummy e merr ka vlerën 1 dhe 0 dhe për çdo karakteristikë e merr këto vlera. Këtu kemi paraqitur formulën për metodën hedonike. Dhe përfshihen karakteristika kryesore në llogaritjen e këtij indeksi, sipërfaqja, lokacioni, numri i katit, tipi i pronës e të tjera. Këtu në këtë grafik kemi paraqitur të dhënat dhe rezultatet e çmimit për metër katror sipas regioneve. Pastaj kalojmë tek rezultatet kryesore. Në nivelin vendi, çmimet e pronave banësore në tremujorin e dytë të vitit 2025 krahasuar me tremujorin e dytë të vitit 2024 ka pasur rritje prej 4.2%, kurse tek regioni i Prishtinës shënoi një rritje prej 6.5%, ndërsa për rajonet e tjera të vendit ka pasur një ngritje prej 0.7%. Në këtë grafik kemi paraqitur ndryshimet vjetore në përqindje, do thotë janë ndryshimet të cilat janë ndryshimet mesatare, duke filluar prej vitit 2019 i cila është 2.1%, në vitin 2020 0.2% për shkak të pandemisë, si dhe në vitin 2021 2.4, në vitin 2022 4.5, në vitin 2023 3.7, si dhe në vitin 2024 4.0%. Për këto në këtë grafik është paraqitur indeksi i çmimeve të pronave të banimit, duke filluar prej vitit 2018 deri në vitin 2024, dhe në bazë të këtij grafiku e shohim se ka një trend rritës prej vitit 2018 deri në vitin 2024, cili ka arritur një vlerë të indeksit prej 118.1%. Ndryshimet në përqind nga tremujori në tremujor, prej vitit 2018 të tremujorit e parë deri në tremujorin e dytë të vitit 2025, ku e shohim se ngritje më të madhe e kemi pasur në tremujorin e katërt të vitit 2019 4.5%, kurse rënje më të ulët e kemi pasur në tremujorin e dytë të vitit 2020 me -3.3%. Kurse në tremujorin e fundit e kemi një rënje pik -0.6% në tremujorin e dytë të vitit 2025. Në këtë grafik kemi paraqitur ndryshimet vjetore sipas tremujorit në rajonin e Prishtinës, ku e shohim se ngritjen më të madhe për këtë llogaritë prej tremujorit të parë 2019 deri në tremujorin e dytë 2025 kemi pasur në tremujorin e parë të vitit 2025 me 11.3%, ndërsa rënje më të ulët e kemi pasur në tremujorin e dytë të vitit 2020 me -3.0%. Ndryshimi vjetor sipas tremujorit në rajonet e tjera të vendit
rritjet më të madhe në rajonet e tjera kemi pasur në tremujorin e parë të vitit 2023 me 9.4%, ndërsa rënien më të ulët e kemi pasur në vitin në 2020 në tremujorin e 4 minus 6.5%. Falenderojmë të gjitha institucionet dhe partnerët bashkëpunues dhe angazhimin e tyre në realizimin dhe zhvillimin e indeksit të çmimeve të pronave të banimit, veçanërisht grupin punues. Tani jemi të hapur për pyetje dhe komente për gjithë. Është kënaqësi e veçantë që me ju përgëzu sot për publikimin e indeksit, për shkak që kemi qenë në bashkëpunim, e dim se sa punë e madhe është kry prej anës juaj. Ndoshta veç 2-3 fjalë për rëndësinë e indeksit që na i thojmë RPPI. Është parametri ose treguesi, indikatori themelor i shëndetit të ekonomisë. Prej mënyrës se qysh lëviz ky indeks, shohim se a kemi rritje ekonomike, shohim a kemi ngadalësim të ekonomisë, edhe mu për këtë arsye është jashtëzakonisht i rëndësishëm për vlerësimin e përgjithshëm makroekonomik të situatës në vend, edhe është esencial për neve për politikë bërje. Shumë prej indeksi do t'jetë pjesë e modeleve tona makroekonomike, do të shfryzohet shumë prej anës tonë, jep trendin edhe jep parashikueshmërinë se si lëviz çmimi i pronave, në veçanti edhe për aspektin qeverisës është jashtëzakonisht kritik përballueshmëria e banimit. Pra e mundson vlerësimin e përballueshmërisë së banimit për themi qytetarët. Veçanti për sistemin financiar është një indikator kritik, e në veçanti për bankat, për shkak që është parametri themelor qysh ndërtohet politika e kreditimit hipotekar. Përveç kësaj, bankat po dhe kompanitë e sigurimeve do ta përdorin për vlerësim, edhe për krijimin e politikave ose themi strategjive të normave të interesit. Edhe njëherë urime edhe faleminderit. Po, faleminderit. Ka pyetje dikush nga pranishmit apo nga mediat? Nëse nuk ka pyetje, na është duket sipas një koktel aty për jashtë, aty mund të diskutojmë kështu hapun, po mund të na shkruani domethënë përmes emailit, domethënë zyrtar, nëse keni komente. Keni parasysh kur ti publikojnë ndonjë raport të parë fillestar, na bëjmë gabimin hapa. Domethënë mund të ketë diçka, po njëherë po e përsëris, ky raport është në linjë në harmoni me standardet që i aplikojnë shtetet tjera edhe me fondin monetar. Njëherë faleminderit domethënë gjithë ekipit që ka kontribuar, sepse ka qenë një sfidë në vete. E tha kolegun domethënë i dihet se kena pas projekte tjera gjatë gjithë kësaj kohe, po gjëja më e mirë ka qenë bashkëpunimi ndër institucional që nuk ju përsëris këto institucione. Njëherë faleminderit gjithë institucionet që kanë kontribuar.